Kur sakt, zoti Durmishi, javën e ardhshme se që shto na tha edhe herën e kalume. Po edhe herën e kalume na ke thonë është çështje ditësh, domethënë, shumë shpejt kena... Po mirë, unë pa marrë parasysh çka të tham. Për herë të 4 të kryqi i Gorenjës. Qërën e gjendjen. Qërën e tash që ka ndodhë 3 herat e kalume kur kanë qenë këto. Ora është 4:30. Qërën e famjet janë pa komend. U bloku kryqi. Total qëre këto tash auto ndodhë, këtë tjetëri është të brit me u fut pashto. Vazhdon kaose të kryqi i Gorenjës. Qërën e herën e dytë, për herë të fundit kur është lajmëru ministri Hysen Durmishi me teren nëntor që kam ka thonë kur e kom pyet kur ka me u intervenu, me u asfaltu edhe me u vendos qoftë sinjalistik, qoftë semafor në këtë kryq. Kur keni me bo hopa konkret, zoti minister, këto? Me njëherë, tash, këto dit do të asfaltojnë. Qërën e tash që ka ndodhë kur kom shku me mojt për fjole, apet? Nuk e hop, është vazhdimisht ringing, nuk e ka hop telefonin, çdo ditë i kena shkru, prej asoj dite. Këto vazhdon me të qenë gjendja skandal. Qërën e? Do me thonë logo bo në krejt ontë, plus halo është ora veç 2 njerëz. Para menoj e tash, e premte që ka ndodhë këto, plus Black Friday ka fillu prej sot, disa dyqane i kanë fillu ato zbritje të mdhoja që i bojnë fund vitit. Ne kena thirë sot zotin Hysen Durmishi, i kom shkru se gjdo mëngjes tjetër që shi shkruj. Hajde po provojnë atash me thirë përap zotin Durmishi, edhe me këqyr apo na përgjigjet. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje zotin Durmishi, si e? Mirë, burem, si jeti? Që, mirë, faleminderit, ma më fund të morëm dyqysh se në këto kohë s'kena mujtë kur qysh me ronë kontakt me ty. U konë koha keqe, shika pasësha. Okej, zoti Durmishi, na herën e fundit kur kemi qenë këto, ka qenë me teren nëntor, edhe na ke thonë që është çështje ditësh asfaltimi i kësoj sobzës të kryqi i Gorenjës, na kena ardhë 1 javë, 2 javë ma vonë, halo nuk ka asë në ndryshim. Po. Burim, kështu është puna, na kemi punu në atë pjesën tjetër, kështu në mënyrën pak ma intenzive që me përfundu projektin, duke prit që eventualisht mos poziohen nga gjumi këta të komunës Prishtinës edhe për realizojmë komplet projektin ashtu që jemi të akordu me komunën Prishtinës. Ata nuk kanë lëviz fare me gjithë deklarimet publike që i kanë bo. Këto ditë ka pas rreshtet të mëdha të shiut, javën tjetër ne planifikojmë me e gry dhe me shtresën e asfaltit komplet dhe përmes kontratës që kemi për sinjalistik do ta bëjmë sinjalizimin në mënyrë që të funksionojë sa do pak si zgjidhje e përkohshme kjo pjesa e njës dhe... Kur sakt, zoti Durmishi, javën e ardhshme se që shto na tha dhe herën e kalume? Javën e... Po, ka pas rreshje shumë shiut, më dhe s'kemi mujt me punu, se aty do të me kry asfaltin, do të me qalit terun, për me mujt me shtru shtresën e asfaltit. E në qëfar kohë e javën e ardhshme? Jo, po, me siguri të hanën dhe shfillojnë me gryrje, gjatë javës ajo përfundon komplet. E qka ka me ndodhë këto, do me thonë, ka me u asfaltu kjo copza, edhe ka me u vendos sinjalistik? Asfaltit, ka më shtru shtresë e re e asfaltit, ka më vendos sinjalistikas, horizontal dhe vertikal, si zgjidhje përkohshme derisa të bëhet derisa komuna Prishtinës ta realizojnë këtë pjesën tjetër. E qartë. Nëse po në shef zgjidhje e përhershme aty bëhet me UNOS, se ajo është pjesë e UNOS-ës të jashtme të kryeqytetit. Mirë po, ne po detyrohemi që të improvizojmë derisa të bëhet UNOS-a. E çka do me thonë sakse sinjalistika, zoti Durmishi? Sinjalistika do të sinjalizim horizontal, via zebrat,
ato rregullimi komplet aty në ishujve, e semafora? Për sinjalistikës, do ta shohim mundësinë edhe me semafora, me vendos, edhe sinjalizimin horizontal, domethënë shenjat e krejt këtu. Ti tha që të honën ka me fillu puna, na kemi me u dok se u bo kaos këto te kryqe, na të honën kemi me u dok prap. Po në rregull. A veç, po besoj që keme na u lajmëru. Javën tjetër ne i përfundojmë komplet, por nuk e di është mirë me i pyet edhe këta të komunës Prishtinës. Po, tashun e i kontaktoj edhe të komunës, edhe... Pse nuk po e bojnë, kanë thonë për 3 javë e bojmë, ata nuk janë të bojnë që 2 muaj. Javën tjetër, na tha që... Qëre bre? Ko me u vendos sinjalizimi, ko me u asfaltu rruga, janë të e shqyrtu, edhe mundësin për me vendosë semafor, sigurisht na kena me ordë prap. Javën e ardhshme, qysh i kena shkru çdo ditë edhe qysh jena munu vazhdimisht me mbajt për fjallë, me mbajt në presion, le të themi pozitiv, institucionin e Zotit Durmishi. Tash po e thirrim Zotin Sokol Havolli edhe me pyet pse s'po bashkëpunojnë me e po t'u anku Zoti Durmishi që s'po gjem bashkëpunim me komunën e Prishtinës për këtë zonë. Përshëndetje Zoti Havolli. Unë e thira direkt kështu me kamera, kisha pas problem me u prononcu? Se di për çka është fjala. Ka të bëj me kryqin, te Gorenja do me thonë. Po? Ne sapo folëm me Zotin Hysen Durmishi, a i na tha prap që javën tjetër ka me intervenu me asfaltu këtë zonë, me vendos sinjalistika, mirë po ka ankesat vazhdushme që nuk po gjem bashkëpunim me komunën e Prishtinës për me kriju këto strukturën e duhur me shmong të lovin që po krijohet. Qëre, ajo është rrugë në kompetencë ministrisë, këto kom insistu vazhdimisht. Leta kryjnë ata punën e vetë, sepse rruga është rrugë rajonale, edhe na e kryjmë punën tonë për me ndihmu qarkullimin në një rrugë rajonale, sa po të i kalojmë çështjet pronësore, sepse ligjërisht askun botë nuk guxon me hy. Në çfarë pika e jeni me çështjet pronësore se... Veç ta përfundoj, bërem se kjo është shumë e rëndësishme çka po e thamë. Po, edhe herën e kalume na ke thonë është çështje ditësh, do me thonë, shumë shpejt kena... Po mirë, unë pa marrë parasysh çka të thëmë, ligjërisht, në asnjë vend botës në pronë private nuk ndërhyhet pa pëlqim të palës. Ende nuk e kemi pëlqimin e pronarit. Ndërsa, në momentin që e kemi pëlqimin e pronarit të pronës private, na kemi me kry. Por, problemi në udhkryqin e Gorenjës është problemi Ministrisë të Infrastrukturës, sepse ajo është rrugë rajonale. Ne kemi me bo një lehtësim për Ministrinë e Infrastrukturës, duke e kriju një bypass, sa po ta rregullojmë çështjen e pronës, por rruga është e tillë edhe është e keqe për 4-5 vite, edhe kështu që nuk ka pas nevojë as Ministria as kërkush me prit me gryë dhe me asfaltu atë rrugë deri në këtë kohë që me lën problemin më trash. Megjithatë, le ta kryjnë ata punën e vetë dhe na e kryjnë punën tonë sa po t'i zgjedhin problemet pronësore. E për bypassin e cila është kompetencë e komunës, degëzimin do me thonë për çlirimin e trafikut, është një rrugë atje ku pritet me u kriju degëzim që me u zhblloku të lovia të kjo zonë. Ka probleme, si pas komunës, ka probleme pronësore, halo nuk e kanë marrë pëlqimin e personave të cilët janë pronar tokës, kështu që po e presim pëlqimin, si pas ti, për me intervenu edhe me kriju një segment, kujdes, për me kriju një segment rrugor. Na gjithçysh kena me dal javën e ardhshme, kena me mojt prap për fjale Zotin Durmishi, edhe me këqyr apo e kryjnë më në fund, paktën me u asfaltu, me afru pak, tani me pjesën tjetër kena me marrë vazhdimisht tutje. Që ka që me unë jëmë burim bacolli, mos harroni me që ta mërëm gjenin kejt platformat që të operimin tem në teren, që dalë që shto prej qoshit në qash, në për krejt Kosovën, i shkon shumë shtirë me realizu, mos të kishtë qenë po zhegu brother, sponsori jam general. Hey, që kemi?
Sponzori jam General siguroni me vizitu pojegobrothers.com për ofertat më të mira rreth patundshmërisë.